e tij, se nuk mundet nga njëra anë të përgëzosh diçka që vetë ti e ke luciduar, e ke pastruar, e ke çfarë të duash ti vendosësh një term të tillë për punën e tij që ka bërë apo nuk e ka bërë, por ajo që ne duhet të themi tek opinioni publik është fakti se zoti Rama nuk është i qartë me qëndrimin e tij në raport me SPAK-un. Dhe kjo nuk është thjesht vetëm një konstatim logjik, por është edhe një emocional në rast se tani do të fusim emocionin, sepse dikush që është socialist do ngrej një pyetje të thjeshtë tek vetja e tij. Edhe do thotë, po si ka mundësi që drejtësia duhet funksionojë ndaj zotit Hametaj, ndaj zotit Veliaj, ndaj zotit Beqaj, ndaj zotit Dako, ndaj të gjithë atyre të cilët kanë qenë afër zotit Rama dhe ndaj zotit, mos gaboj, zotit Tahiri, dhe në fund fare kur vim në situatën e zonjës Balluku, shiko, drejtësia nuk çeka ajo që unë po prisja. Pse? Çfarë përpret zoti Rama? Që drejtësia e tij të funksionojë edhe aty kur ai nuk e don, por nuk ka çfarë të bëjë edhe tek personat që ai i mbron. Pra, zoti Rama, për socialistin e thjeshtë them, zoti Rama nuk po duket i qartë në raport me atë që ka thënë që drejtësia duhet të jetë e pavarur. Pra, çfarë zoti Rama e bën që të ketë kaq shumë kujdes, smundllëf ndaj gjyqtarëve, sepse në rastin gjykata kushtetuese del në të vërtetën e saj kushtetuese dhe parimore flason. Dhe thotë që gjykata e shkallës parë e posaçmja ka kapërcyer kompetencat e saj, zoti Rama në sy të publikut do dalë viktim. Por pse zoti Rama nuk e shkarkoi me njëherë ashtu siç shkarkoi të gjithë ata që unë parashtrova përpara emrat të tyre, të cilët dyshoheshin se ishin të përfshirë në një aferë korruptive. Pra unë nuk e them faktin konkret që ata janë ashtu siç në sy të publikut mund të quhen, por unë e them në aspektin juridik. Pse kemi të bëjmë me 2 standarde apo 20 standarde që vetë zoti Rama thotë? Prandaj duhet të them tek socialisti i thjesht, ai i cili sot në shtëpinë e tij vuan varfërinë, sepse nuk është në atë situatë që duhet të ishte, përderisa partia e tij e voton nga 2013 deri më sot, duhet i sillte mirëqenien, luksin, jetesën, çdo gjë të drejtë dhe jo flukse në drejtësi, pra për dosjet e shumta, duhet të kishte sjellur patjetër një drejtësi konkrete. Prandaj zoti Rama po del edhe të bind vetë socialistët për atë mosbindjen e tij ndaj drejtësisë vetë që ka vetë normuar. Prandaj unë dua të them tek opinioni publik që duhet me kujdes të shikojmë tani tutje zotin Rama në raport me drejtësinë e tij. Avokat, më shemi tek drejtësia. Drejtësia e tij, jo drejtësia. Amerikanët do futen për ta zgjedhur këtë shefin e ri të SPAK-ut apo do qëndrojë larg? Shiko, amerikanët janë futur, por tek amerikanët është parë diçka që nuk është e drejtë. Çfarë? Është futur marketingu i fotove. Pra do të thotë që e zgjodhen me një foto. Pak a shumë ju keni kuptuar që në çdo foto që del kur vjen një zyrtar i huaj, zoti Duman nëpërmjet marketingut të tij mediatik që ka pranë SPAK-ut fotografon zotin Brau. Pse e bën këtë zoti Dumani? Sepse do të tregojë tek opinioni publik dhe sidomos përmes mediave që qytetarët të kuptojnë që zoti Brau që ka një preferuar amerikan. Pra, nuk do të vi rasti Dumani Yuri Kim që ishte Dumani amerikan, ndërkohë shërbeu te Edi Rama duke patur Edi Rama sot në 11 maj 83 mandate dhe duke bërë fresk zoti Dumani, zotit Rama, por do shikohet një plan tjetër B, që është zoti Brau, del si një amerikan, por në fund fare ai do të nështrojë çfarë do të bëj punën e vet. Cila është puna? Vazhdimësimi dhe vijimësimi i punës së zotit Dumani, që zoti Dumani të jetë i qetë në të kryer detyrës, sepse ju e dini shumë mirë, mos gaboj, rasti të gjithë këtyre reformave që në Maqedoninë e Veriut, ajo që futi në burg të gjithë politikanët, sot është në burg. Dhe është e çuditshme, si ka mundësi
që ajo që tha për korrupsionin dhe çoi të gjithë ta në burg, në fund fare futi veten e vet. Po çfarë do thotë kjo avokat? Po paralajmëroni diçka që Jo, unë s'paralajmëroj se shiko, unë kam dalë të them parashikime, unë po them fakte konkrete, të cilët kanë ndodhur në vendet konkretisht, pra nuk është shpifje, nuk është një opinion, thjesht është një analizë logjike e cila kërkon çfarë? Heqjen e emocionit dhe përdorimin e logjikës. Në rast se ti do të përdorësh logjikën, sigurisht emocioni nuk vjen. Në rast se ti do përdorësh emocionin, ti do fillosh të thuash gjëra të tjera. Prandaj do t'ju them që ajo që qytetarët do të kuptojnë është kjo, që zoti Dumani ka punuar në një sistem marketingu të mirë menduar që të ndihmojë zotin Rama me veprime të cilat do të bëjnë zotin Rama në sy të qytetarëve, jo të amerikanëve, në sy të qytetarëve si viktim, pra GKK-ja pezulloi ballukun. Rama fiton në kushtetuese, Rama është viktim. Brau zgjidhet, pra është një amerikan, çfarë më thua ti kur ai shkon bën takime, këto janë mashtrime, çfarë janë këto thua avokat? Pra, loja dhe skenari 2022-shin që Yuri Kim shkonte atje, dhe thua atë namin, thua atë timin, e kupton? Në fund fare çfarë na tregoi që zonja Yuri Kim aktualisht është në Departamentin Amerikan Shtetit, mendoj se ajo ka ikur, pra është përjashtuar. Dhe ku ka vajtur menjëherë? Ka vajtur në një